Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju. Të shenjës së peshorës do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është harmoni. Krijo harmoni në marrëdhënie dhe ambientin që të rrethon. Titulli apo pasqyron në pasurimin e parë të kësaj letre të dashur. Kjo letër të fton apo ju fton të gjeni balancën brenda vetes dhe me të tjerët. Aty ku ka tension, sjellni butësi. Aty ku ka heshtje, ofroni një fjalë paqe. Harmonia nuk do të thotë që çdo gjë të është perfekte të dashur peshor, por që ti po zgjedh të veprosh me vetdije, paqe dhe mirëkuptim. Figura në këtë letër që përçon e një personi që qëndron në qetësi me figura të vogla rreth vetes, përçon ndjesinë e një bote të mbrëmshme në paqe. Kur jemi të qetë brenda, qetësia shtrihet edhe përreth nesh. Fillon nga vetja, të dashur peshor. Kur ti je në paqe, e ndriçon çdo marrëdhënie, çdo hapësirë, çdo moment. Harmonia është një dhuratë që lind nga vetëdia dhe dashuria. Pra, mundohu të japësh apo të përqosh ato që dëshiron të kthehen, të dashur peshor.